Të dashur miq të televizionit Nova, përshëndetje. Jemi këtu edhe me një emision të radhës të televizionit Nova, studio hapur në gjuhën shqipe. Maqedonia tashmë edhe zyrtarisht me 11 dhjetor do të shkon në zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Zgjedhje këto të cilat do t'japin verdiktin kryesor, do të thotë se cila parti nga bloku politik maqedonës dhe ai shqiptar do të udhëheqë me vendin në 4 vitet e ardhshme. Pikërisht kjo do të jetë edhe tema e sonte me të cilët do të bisedojmë me të ftuarit e mi. Kam profesorin universitar Isak Sherifi. Zoti Sherifi, mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit në ftesën. Ndërsa në anën time të majt kam kryeredaktorin e gazetës Lajm, zotëri Isen Saliu. Zoti Saliu, mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta. Profesor, po fillojmë për juve, do thotë tashmë Maqedonia është në një krizë të thellë politike deri tek shpërbërja e parlamentit. A ishte mënyra e vetme, do thotë, zgjedhjet e parakohshme parlamentare për dalë për të kaluar këtë krizë politike? Maqedonia ka afër 2 vite që gjendet në krizë brendshme politike, edhe pas shpërbërjes së para kësaj radhe të parlamentit, ndodhi shpërbërja e dytë e parlamentit dhe është caktuar data 11 dhjetorit që Maqedonia të hynë në zgjedhjet e brendshme për dalje nga kriza. Ndaj mendimin që Maqedonia në këto zgjedhje të 11 dhjetorit besoj që parafërsisht mund del nga kriza, po jam skeptik se mund ta mbulon këtë hapësirë kohore të krizës që ndodhi brenda Maqedonisë, për shkak se deri me 11 dhjetor Maqedonia gjendet ende në krizë brendshme, deri në etablimin e plot të zonës zgjedhore numër 6, faktikisht të mbulesës së hapësirës, koherencës kohore dhe trupit votues me zonës numër 5 dhe numër 6. Dalja nga kjo krizë, Maqedonia do të shkon edhe pas zgjedhjeve, Maqedonia do të ketë një krizë të brendshme. Pse mendoni kështu? Ndaj mendimi për shkak se për të plotësuar kriteret për dalë Maqedonia nga kjo krizë, mendoj që është dashur të paktën edhe një konsult e brendshme brenda këtyne 4 subjekteve më me relevancë politike që janë në Maqedoni, për një përgatitje më të mirë të zgjedhjeve të 11 dhjetorit. Isen, a ishte zgjedhjet momenti i duhur, do thotë, për dalë nga kjo krizë dhe, si thot profesori, nuk i mjafton përgjigja 1 dhe 2, do thotë, këtyre partive që dakordohen definitivisht për zgjedhje? Mendoj se në Maqedoni zgjedhjet të imponuar si zgjidhja e vetme e mundshme për dalje nga kriza. Unë personalisht nuk mendoj se këto zgjedhje do të na nxjerrin nga kriza, ndoshta mund të jenë një hap drejt daljes nga kriza nëse në më 11 dhjetor tregojmë kapacitet demokratik si shtet për të organizuar zgjedhje korrekte, zgjedhje të rregullta, pa incidente, pa manipulime dhe pa votime dyshimta. Mendoj se në një shtet pak më demokratik se Maqedonia, zgjidhja, respektivisht dalja nga kriza pas gjithë atyre skandaleve që ndodhen, do të bëhej përmes proceseve gjyqësore. Do me thonë, pas daljes në shesh gjitha dyshimeve, gjitha dëshmive për afera, për skandale korruptive, për emrimet dyshimta në gjyqësi, në poste të ndryshme, dhe me thonë, për manipulime gjatë blerjeve, shitjeve, për uzurpime të tokave, të... Saliu, do t'jetë zgjedhje, do thotë një kapak për t'i përmbyll gjitha këto... Nuk besoj, sepse pa u dënuar personat e dyshuar për involvim në krim dhe korrupsion, zgjidhja është e pamundshme dhe jo vetëm me këtë proces zgjedhor, por edhe me 3 procese tjera zgjedhore. Sepse tani jemi në një situatë kur subjektet, personat, politikantë, cilët dyshohen, për cilët ekzistojnë dyshime shumë bazuara se kanë bë krim, kanë bë korrupsion, janë zhitur në korrupsion, ata prap do të paraqiten fushat, do të paraqiten lista, do të jenë pjesë e procesit zgjedhor dhe mos zot mund dalin edhe fitues në zgjedhje, që do të thotë se në atë rast te kalimi i krizës do të jetë
do t'jetë vetëm një dëshirë, një iluzion. Pra po kthehemi, po të kishim pasur ne këtu institucionet pavarura gjyqësore, sistem pavarur gjyqësor, do me thonë do duhej paraprakisht që gjitha dyshimet të pastrohen, fajtorët, personat që kanë qenë gjytur në krime të dënohen dhe pastaj pas një periudhë me proceset pavarura gjyqësore do të mundeshim të shkojmë në zgjedhje, cila do të ishin më të besueshme dhe me më pak mundësi për të kontestuar. Mirë po në situatë kur në Maqedoni kemi shumë dyshime për pavarësinë e gjyqësorit, janë paraqitur incizime, janë paraqitur dëshmi se si është manipuluar, si janë kurdisur emrimet e gjykatësve, e kryetarëve të gjykatave, do me thonë procedimi këto atyre dyshimeve ishte i pamundshëm, prandaj shpresa e vetme për dalë nga kriza mbetën zgjedhjet. Sa është e bazuar kjo shpresë, unë kam dyshime të mëdha, sepse nëse mbeten në pushtet prap strukturat politikanë cilat kanë bë korrupsion të kaluarën, atëherë kriza mund të heshtet, ndoshta për një kohë mirë, po prap do të ekzistojë, sepse realisht ne po e shohim se krizë kemi pasur edhe atëherë kur nuk ka pasur protesta. Sepse në një shtet ku institucionet, udhëheqësit e institucioneve vjedhen, ku bëjnë keqpërdorime, ai shtet është në krizë, pa marrë parasysh a ka turbulenca, a manifestohen ato në rrugë, a manifestohen ku vend, a manifestohen para qeverisë, dhe me thënë shteti është në krizë. Prandaj mendoj se kriza mund vazhdoj, bile mund edhe të thellohet, nëse nuk bëhen ndryshime, sepse vetëm ndryshimet janë shpresë për një progres në këtë situatë. Nëse nuk bëhen ndryshime, kam frikë se kriza mund të thellohet edhe pastaj mund të marrë edhe kahje tjera dhe dimensione tjera. Zoti Sherifi, si gjenë do thotë këto zgjedhjet 11 dhjetorit, si gjenë subjektet politike shqiptare? Sa janë të përgatitura me vetë faktin që kanë pranuar të shkojnë në zgjedhje BDI dhe PDSH, pa vullnetin dhe pa mendimin e partive opozitare, do thotë për ato dy subjektet nuk ka dilema se janë për zgjedhje. Po ato në mënyrë konstante kanë qenë në komunikim edhe me partinë në pushtet, faktikisht VMRO, edhe në negociatat e vazhdueshme kanë qenë më aktiv edhe me bashkësinë ndërkombëtare në takimet e njëpasnjëshme që i kanë pas. Për këta dy subjekte politike, për Bashkimin Demokratik për Integrim dhe Partinë Demokratike Shqiptare, që janë përcaktuar faktikisht për zgjedhjet e 11 dhjetorit, nuk është ndonjë risi. Unë kam prit, personalisht kam prit që të paktën këta partitë jashtëparlamentare ta gjenë një zot përbashkët, një unifikim. Kam pas kohë, kriza në Maqedoni, tani ma 2 vite të plota, këta në vend që shkojnë me hapa përpara, nga 2-3 hapa mbas shkojnë. Duke fillu nga fraksioni që ndodhi në Partinë Demokratike Shqiptare, që tani ma identifikohet me lëvizjen për reformat Partisë Demokratike Shqiptare, lëvizja Besa Këndej, Uniteti, përpjekjet aty për aty, tani ma të Partisë Prosperitetit Demokratik, që të involvohet të paktën me partitë jashtëparlamentare për të kyç në frontin tentativat për krijimin e frontit opozitar. Kjo nuk ndodhi. Ne jemi dëshmitar që para disa ditësh LRPDSH, RDK krijun një blok edhe Uniteti aty. Nuk jep shenja që këta t'jenë gjatë, afatgjatë ky koalicion prej 3 subjekteve partive jashtëparlamentare, për shkak se këta nuk i kanë mangësia e madhe tyre se nuk kanë përcaktuar kornizën e bashkëveprimit.
Kur të kryet unifikimi faktikisht i 3 subjekteve, unë kam mendu që edhe Lëvizja Besa do t'i bashkangjitat. Se ajo po trumbeton se unë jam numër 1 që mund t'i unifikoj subjektet jashtë parlamentare dhe ata duhet sillen rreth meje, rreth Lëvizjes Besa. Mendon që ka teren më të fuqishëm, ai LRPDSH e zotit Sela mendon që ka më shumë. Gjithçka është luftë e brendshme, secili po e merr timonin për me udhëheq. Mirë po, këta 3 subjekte që bënën koalicion, unë para 2 ditë e shoh që këta i kontestojnë zgjedhjet e 11 dhjetorit, nëse nuk gaboj, uniteti. Njëri prej subjekteve. Njëri prej subjekteve. Tash, a kemi koalicion, apo veprojmë në mënyrë individuale sërish? Kur ta bën koalicionin, do të me vepru bashkërisht. Koordinu. Do të mu koordinu. Mi nxjerr pikat elektoratit. Këta kanë pas kohë që deri më tani, edhe partisë në pushtet, po edhe asaj pjesës pa përcaktume, po edhe partisë vetme opozitare që është në parlament, partisë demokratike shqiptare, po në veçanti elektorati shqiptar është dashur t'ja nxjerrin 500 e parë apo 10 e parë të qeverisë në hije, që t'i thot popullit, kjo është garnitura që ne pretendojmë për me marrë pushtetin. Edhe nëse ne marrim pushtetin, këta njerëz janë që do t'u përfaqësojnë interesat e juve në ekzekutiv. Kjo nuk ndodhi. Jam shumë skeptik se edhe LRPDSH, edhe RDK, edhe uniteti do t'jenë afatgjat në një koalicion të tillë. Afatshkurt mendoj. Mendoj që do t'jenë shumë afatshkurt. Bile në prak të zgjedhjeve këta do shpërmban sërish. Pse e them këtë? E filloj me një vrull shumë të madh, edhe këshilli opozitar, ku shkoi këshilli opozitar. Para një javë ndërpreu aktivitetin. Sipas tyre kanë përmbyll misionin ato për tentativë për t'i bashku partitë opozitare. Po, cili mision? Cili mision? Mision për t'i unifiku? Ata patën kohë 2 vite të plota. Ka pasë raste që i përmeni zoti Saliu, raste që gjitha tentativat për bajraktarizëm duhet me i lanë. Tani ma edhe një unifikim i tillë, ndaj mendimin që është edhe i vonshëm, i vonshëm edhe pa perspektiv, për shkak se edhe me 11 dhjetor, kur do të kemi zgjedhje, që unë jam skeptik që do të kemi, po edhe nëse kemi zgjedhje, kriza në Maqedoni nuk do të ndërpritet. Të sherifi, si do t'i gjenë partitë jashtë opozitare, do thotë partitë opozitare, do thotë jashtë parlamentare, si do t'i gjenë këto zgjedhje? Janë të përgatitura për zgjedhje në bazë strukturave, organizimeve, kështu me radhë? Jo, deri tash ka vetëm fjalë. Kam përcjell debate, kam përcjell deklarata të tyne, caktohen takimet përbashkëta, brenda notës nuk arrin mi përcaktu detyrimet që i kanë lënë sot për nesër për unifikim. Gjithçka këtu, ata mendojnë se mbi ne nuk ka askush. Secili subjekt i partisë jashtë parlamentare. Mendon se po luajnë me blefe politike? Ma shumë blefe politike dhe është pak më se vërtet faktikisht çështja e bajraktarizmit. Lëvizja për reforma e Partisë Demokratike Shqiptare e zotit Zedin Sela duhet ja bëjë të qartë elektoratit vet edhe shqiptarëve në Maqedoni. LRPDSH e zotit Sela kënd e reformon Partinë Demokratike Shqiptare apo tentativë për ta reformuar pushtetin, njënën prej këtyne. Nëse don ta reformojsh pushtetin, urdhno, unifiko, edhe më pak kërkesa të kesh kundrejt subjekteve tjera për dëshmu se je për ta unifiku blokun opozitar Maqedoni. Në të kundërtën, bara dhe përgjegjësia do të ngelen mbi ta në shpërndarjen e votës së elektoratit shqiptar tek partitë jashtëparlamentare. Saliu, sa do të jetë i rrezikshëm marrja e timonit e këtij bllokut opozitar nëse po supozojmë, nëse dalin në zgjedhje dhe humbin këto zgjedhje, do thotë bara i bie tek drejtuesi i timonit. Unë pajtoj me vërejtjet që i tha zoti Sherifi lidhur me tentimet e dështuara për unifikim të opozitës. Unë do t'ishe kthyer te ajo pyetja juaj si do të gjejë
si do të gjej Parti shqiptare Partia këto zgjedhje. Shqiptare zgjedhjet parlamentare. Do të thonë, mendoj se duhet parashtrohet pyetja si do të gjejnë shqiptarët këto zgjedhje. Do të thonë, shqiptarët në këto zgjedhje duhet nisen prej parimit se duhet bëhen ndryshime. Po të arrihet të unifikohet opozita, ajo do të ishte diçka optimale, do të ishte më e preferueshme. Mirë, po pa marrë parasysh unifikohet opozita apo nuk unifikohet opozita, shqiptarëve ju nevojitë ndryshime. Shqiptarët gjatë kohë ju kanë dhënë kohë mjaftueshme dy partive, dëshmojnë njëra në pushtet, tjetra në opozit, tjetra në pushtet, periodikisht. Nuk kanë arritur të realizojnë edhe atë vetë që e kanë thënë. Lërë me atë për çka kanë nevojë shqiptarët. Do me thonë, prandaj, kur flitet për unifikimin, nuk duhet të përhapet pesimizëm ose të shkaktohet huti, do me thonë duhet jemi të kujdesshëm se gjithë e bëjmë ata, të votuesi shqiptar, se nëse nuk unifikohet opozita, jashtë parlamentare, me automatizëm duhet votohet për dikë tjetër. Jo, më mirë është që të unifikohet, mirë po si do qoftë unifikua apo nuk unifikua, shqiptarëve ju nevojitë ndryshime. Vetëm me ndryshime, shqiptarët mund të bëhen sërish faktor në Maqedoni. Ne patëm një krizë. Kemi kriza në Maqedoni, asnjëherë s'është ndërprerë, mirë po vitin e fundit, apo një vit e gjysëm, ka kulminuar. U kriju hapësirë jashtëzakonisht e madhe që shqiptarët të faktorizohen. U kriju hapësirë e madhe që kërkesat e shqiptare të lëna pas dore gjatë kohë me lloj-lloj arsyetime, jo LSDM po shkon Crvenkovski, po vjen Buçkovski, jo VMR 63 deputet, jo po pajtohet Gruevskis, po pajtohet Stavrevski me na dhënë vendime. Do me thonë, kemi dëgju lloj-lloj justifikime, lloj-lloj arsyetime, nuk ka arsyetim që nuk e kemi dëgjuar gjatë këtyre viteve. Tani ishte një moment i artë, mund të quaj ashtu, që shqiptarët, subjektet që përfaqësojnë shumicën shqiptare të dëshmohen dhe të faktorizohen, përkundrazi. Ato jo që nuk e bën këtë, por nuk arritën edhe gjëra elementare që i siguron ligji, kushtetuta, për gjithë qytetarët, jo veç për neve si shqiptarë. Dhe me thonë, nuk arritën të barazojnë vlerën e votës shqiptare me vlerën e votës qytetarëve tjerë. Njësia numër 6 i kalon pragun e lejuar me kushtetut të dallimit me numrin e votuesve njësi tjera. Prandaj, mendoj se kritika ndaj opozitës jashtëparlamentare duhet të jenë konstruktive. Duhet bëhet presion që të bashkohen, që t'i lënë anash kapricot, bajraktarizmin, si që tha Isaku, mirë po në asnjë moment nuk duhet dërguar porosia të qytetarë se nëse nuk bashkohet opozita, vazhdoni t'i votonit njëjtat parti, sepse këto parti kemi votu me vite dhe dim çka ka ndodhur. Si do t'i gjejnë zgjedhjet partitë opozitare? Janë të përgatitura në bazë strukturave, në bazë përgatitjeve për zgjedhje, do t'i gjejnë të përgatitura apo? Po, mendoj se janë për start janë të përgatitura. Tani na pret një fushat zgjedhore, domethënë ajo finalja që është 20 ditë para zgjedhjeve, është ajo hapësira kur duhet dëshmojnë para qytetarëve se janë strukturuar, se janë shtrirë në teren, se mbulojnë terenin dhe se janë të gatshëm për të marrë përgjegjësinë, për të bërë ndryshime. Ndryshime aq po e potencoj prapë, ndryshime që janë aq shumë të nevojshme për shqiptarët Maqedoni. Zoti Sherifi, pikthejmë tek zgjedhjet, çka mund të na sjellin këto zgjedhje risi në krahasim me zgjedhjet e kaluara? Për shkak se Maqedonia tashmë çdo 2 vite pothuajse ka pas zgjedhje. O jashtë, do thotë që jashtë zakonshme, o zakonshme, mirë, po çdo herë jemi ballafaçu parlamentare. Absolutisht. Çdo herë jemi ballafaçu, do thotë me cikle zgjedhore. Çka do të jenë këto risi? Ka vetëm një risi, të them kështu.
që partia opozitare LSDM kohët e fundit trumbeton se me ardhjen pushtet do të zyrtarizon gjuhën shqipe. Kjo është një ndër segmente që në krahasim me zgjedhjet tjera, ka segmente plot që mund t'i veçojnë, po zoti Saliu i veçoi disa, kështu që mos asi që me ardhjen pushtet të LSDM-s jam i gatshëm që me shqiptarëve t'u zyrtarizoj gjuhën shqipe, ndërsa këndej kushtetuta thotë se shqiptarët kanë të drejtë, është gjuhë zyrtare, mund ta përdorin sen, po njërisi tjetër është individ caktuar shqiptar kalojnë në radhët e LSDM-s. Mu fakti nuk habit për shkak se nëse marrim në retrospektiv nga tranzicioni politik në hapësirat e Jugosllavisë, ta marrim rastin më të madh faktikisht, edhe në Kosovë kur u krijuan partitë politike shqiptare gjatë tranzicionit politik, individ caktuar në Kosovë haprun shumë pak duke kriju degët e partisë Julit, kjo e majta Jugoslave, që kanë bërë pjesë edhe shqiptarët. Edhe këtu neve nuk duhet na vjen habi, për shkak se kanë aderu edhe shqiptarët në atë subjekt politik, pa e që afat shkurt. Tentativat se me ardhjen pushtet të LSDM-s, Zoran Zaevi do ta zyrtarizon gjuhën shqipe, ndaj mendimin personal se gjuhën shqipe ne shqiptarët vetë duhet ta zyrtarizojnë. Këndon që e çon në deputet, që e çon ministër, ai vetë duhet ta zyrtarizon gjuhën shqipe. Mos pret as për partisë në pushtet, as prej opozitës që trumbeton se me ardhjen në pushtet të partisë time do ta zyrtarizoj gjuhën shqipe, duhet me qenë sa më të përgatitur. Partitë politike në listat e tyre duhet me pas njerëz adekuat. Kënd e delegon deputet, kënd e delegon ministër, ta dëshmon veten që vërtet deputeti ta tregon vetveten, ta pasqyron e realt të trupit votues, se 2 vite, 3 vite, 4 vite shkojnë shpejt, sërish do të më ballafaqotin me elektoratin tanë. Me kërku votën ndoshta për s'dy të herë, se këto të ndodh që për s'4 të herë ka njerëz që e kërkojnë mandatin. Kjo është një ndër marrësi që individ caktuar kanë kaluar në LSDM, ato mendojnë që i përfaqësojnë interesat e shqiptarëve. Kjo është mendimi im. Ata nuk i përfaqësojnë interesat e shqiptarëve, qoftë në listat e VMRO-s që mund të jenë, qoftë në listat e Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë, ata nuk i përfaqësojnë interesat e shqiptarëve. Ata përfaqësojnë vetëm interesat e veta personale. Le të shkojnë më mirë të një subjekt minor, edhe le t'i parashtrojnë kërkesat, se sa në Lidhjen Social-Demokrate të Maqedonisë. Po, gjatë fazave të tranzicionit politik, ne kemi pas edhe që kanë aderu, sikur që e përmenda, rastin Kosovë e majta Jugoslave, thjesht, që ka pas shqiptar që, po ishte afat shkurt ajo, faktikisht ishte një dege partisë Miloševićit që tentonte faktikisht të Ivica Dačićit, që tentonte ta krijonte në hapësirat faktikisht në Kosovë, për t'i fut në zgjedhjet serbe. Ishte periudha faktikisht e zotit Milan Panić që tentonte zotin Rugova ta fute në zgjedhjen serbe. Mirëpo, në takimet me Rugovën, zoti Rugova tani më ndjer mund bisedohet për zgjedhje, po kemi 2 pika të rëndësishme. Është deklarata kushtetuese e Kaçanikut, edhe është deklarata e Dykorikut. Piknisja jonë për bisedime me ju janë këto 2 pika kryesore. Mendon këto pikat të cilat ju mungojnë shqiptarëve në Maqedoni? I mungojnë pika e parë tek shqiptarët mungon konsenzusi brendshëm. Kur ne të arrijm konsenzus të brendshëm në shqiptarët, subjektet më me relevancë politike, tash ne kemi 2. Partitë jashtëparlamentare deri më tani kanë treguar jo seriozitet shumë të madh. Gjuhë unifikuese nuk shoh tek ta. Relevancë në terren, edhe tek ndërkombëtarët, po edhe tek shqiptarët në përgjithësi, në bazë të asaj që në kontinuitet po i përcjelli, janë Bashkimi Demokratik për Integrim edhe Partia Demokratike Shqiptare. Tek ta jashtëparlamentarët sërish potencoj, kanë pas koha tashmë nuk pret
unë pres edhe një plasaritje të këta jashtë parlamentarët, kur do të ky koalicioni i 3 subjekteve, kur do të vjen puna e listave për zgjedhje, edhe kush do të jetë bartësi që do të bartë procesin 20 ditor të Pse këtë fushatës plasaritje i elektorale. pritni vetëm tek partitë opozitare? Mund të ketë plasaritje edhe tek 2 partitë? A mendoni se ato kanë më tash përvojën e tyre si ti te kalojnë këto? Ata kanë përvojën e tyre dhe ne do të jemi të realt. Plasaritjen gjithkush e ka pritë se do t'i ndodhë vëmëros. Plasaritje kam pritë që do t'i ndodhë edhe lidhës social-demokrate. Unë ndaj mendimin që në këto zgjedhje LSDM-ja do të stabilizohet si subjekt politik, si parti opozitare, do të ketë një ngritje. Mirë po, rezultati mund tjetë pak në avantazh kundrejt vëmëros. Po mu, faktikisht, në këto zgjedhje më intereson faktori shqiptar. Absolutisht. Aty duhet të përshëndrojmë. Më intereson faktori shqiptar, kush do të bartë përgjegjësinë e këtyne votave që do të shpërndahen tek partitë jashtëparlamentare, nëse këta nuk arrin ta kryejnë bllokun opozitar që unë jam skeptik që këta mund të unifikojnë dhe ta çojnë procesin e partive jashtëparlamentare në një proces të mbarvajtjes së zgjedhjeve edhe të krijimit edhe të një partie të mbrëmshme faktikisht shqiptarëve në parlament, le të jenë 5-7 deputet 8, po le të jenë që do t'i përfaqësojnë partitë jashtëparlamentare faktikisht front opozitar. Zoti Saliu, risi të cilin e përmendi profesori sipas meje nuk ka qenë për shkak se në vitin 2009 do thotë në zgjedhjet prezidenciale Imer Selmani kishte edhe vota maqedone, dikon 40.000 paraforësisht. Përveç kësaj rysie, çka mund të nxjerrim nga këto zgjedhje? Mendoj se risia e këtyre zgjedhjeve është ajo që po varehet, kështu është rritja e konkurrencës në skenën politike shqiptare. Mendoj se kjo është pozitive, s'po kam as si përshtypje, po që e dëgjoj edhe të shumë opinionist tjera është se shqiptarët pas një kohe të gjatë, të rënjes graduale të interesit tyre për dalë në zgjedhje, mendoj se tani do të ketë rritje, nëse nuk ndodhë diçka jashtëzakonshme, sepse Se po mendon që kjo risi për shkak se ne shqiptarët çdo herë në zgjedhje kemi dalë me shumë parti. Jo. Do të thonë konkurenca tash padyshim është shumë e madhe. Varet sensibilizimi i opinionit që është nivel më të lartë. Interesi elektoratit shqiptar për të dalë në zgjedhje? Po. Do të thonë konkurenca ka rezultu me rritjen e interesit të elektoratit shqiptar për dalë në zgjedhje. Rritja e interesit mendoj se është një sinjal pozitiv se do të kemi ndryshime në skenën politike shqiptare. Gjasat për ndodhë ndryshime do të ishin shumë më të mëdha nëse opozita do të unifikohej. Mirë po, ne duhet jemi të sinqert edhe të realt edhe të pranojmë se përçarje më të mëdha se të partia në pushtet të BD-ja nuk kemi askund. Atje përçarjet manifestohen edhe për plasje fizike dhe me kërcënime dhe me futje në për komune dhe këtë diçka. Mirë po është kapaciteti të tyre që nuk dihet se si e kanë krijuar pak a shumë, që gjitha këto përçarje t'i fsheh, t'i fusë, t'i maskon edhe pastaj pra të vazhdon. Mirë po, kjo një zotësi politike. Nuk është zotësi. Çka fitojmë ne prej asaj? Çka fiton votuesi? Asgjë. Përçarjet mbyllen me kompromise, ti merre këtë nder, ai këtë nder, ti këtë biznes, ai këtë biznes. Çka fitojmë ne? Asgjë. Ne humbim. Për këtë arsye mendoj se nuk duhet edhe me aq pesimizëm të madh të shifet mos unifikimi i partive opozitare. Do me thonë, ajo parulla kryesore, parimi bazë i votuesit shqiptar në këtë zgjedhje është që të bëhen ndryshime. Sepse ne kemi besuar subjekteve, u kemi dhënë vota, ndonjëherë më shumë, ndonjëherë më pak, vazhdimisht më shumë e më shumë, mirë po sa më shumë vota janë dhënë, aq më shumë është rritur zullumi për shqiptarët. Sa më shumë vota janë dhënë, aq më shumë ka pasur shqiptar të vrarë, të dënuar, të
marginalizuar, të anashkaluar, rrugët pa asfaltuara, shkollat pa ndërtuara. Prandaj ndryshimi është i domosdoshëm nëse kuptohet, nëse dëshirojmë që të mos na përsëriten këto gjëra. Nëse pajtohemi se kjo është pozita jonë, dhe se ne nuk meritojmë më tepër në këtë shtet, dhe se ne nuk mund të marrim më tepër në këtë shtet, atëherë mund të vazhdojmë me këtë avazë dhe deri situatë ku nuk dihet se ku do të jetë fundi. Mendoni se ndonjë parti politike prej këtyre trejave të cilat opozitarit i quaj kanë kapacitet do të shkojnë mbi numrin e 100.000 votuesve, i cili është një numër i cili jep garancë që do të jetë fituesi i zgjedhjeve? Mendoj se ajo buron prej qeverisjes së dertanishme do të thonë mundësia që një parti e re shqiptare të fitojë mbi 100.000 votues, pikës pari buron nga qeverisja e dertanishme e gabuar e partive që i kemi pasur në pushtet. Edhe për të ndryshu këtë qeverisje, shqiptarët duhet t'ja japin besimin një parti e tre, jo me 100.000, po më shumë se 100.000 vota. Mendoni se kanë kapacitet ato për të tërheqë këto? Së është numër jashtëzakonisht shumë i madh dhe flitet për partitë të cilat tashmë janë themelu, kanë kapacitete për të thithë gjithë ato arsenal të votave? Mendoj me vetë faktin që ato janë regjistru si parti politike, ekzistojnë si parti politike, kapaciteti ekziston. Unë shoh të disa parti strukturim të mirë në për komuna, në për deg në ndeg, shoh kuadro shpresdhanse, pa kompromituara, pa përfshirë në për afera, në për skandale, shoh kuadro që nuk janë të kapura prej dikujt për një shërbimi tjetrit shërbim, kuadrot cilat mundet kapacitetin e vetë ta realizojnë pa pengesë. Unë nuk them se edhe tani nuk kemi kuadro. Ndoshta kemi kuadro shumë të mira, po është pikpyetja, do të thonë është dilema e madhe, pse ato nuk mund të realizohen, pse atë kapacitet që e kanë nuk mundet ta realizojnë, të ketë përfitime dhe elektorati, votuesit, të ketë populli shqiptar përfitime për asaj. Do të thonë, nuk duhet ta themon, nuk duhet ta konstatojon, do ta konstatoni ju me siguri se ka diçka dyshim prapasken, që nuk i lejon, që i pengon ato, që i ka lidh, nuk mund të lëvizin përpara, që ta zbatojnë në realitet atë kapacitet që e posedojnë. Posaçërisht në këtë situatë, kur u kriju një situatë shumë e favorshme për partitë shqiptare. Nëse i ndajmë ashtu edhe realisht ashtu ndaj, do me thonë bloku shqiptar, bloku Maqedonas, e pohum apo e mohum, ajo është realitet. E pohum apo e mohum, bloku Maqedonas gjithmonë i shfrytëzon përçarjet e bloku shqiptar. Pse bloku shqiptar nuk diti të shfrytëzoj këto përplasje, këto përçarje të bloku Maqedonas, po u bën një, si të them, një figur, një aktor, kështu i pasiv, pa kur farë potence, pa kur farë mundësie për të nxjerrë diçka pozitive për shqiptarët. Do të thënë, këtë dilemë secili duhet t'ja parashtrojë vetes, shumë lehtë do të jetë që t'japë vetes përgjigje ndaj kësaj dileme, edhe pastaj të vendosë se a meriton një subjekt i ri 100.000 vota, apo 150.000 apo më tepër. Dhe Sherifi, sa deputet do t'ju mjaftonin shqiptarëve që t'jenë faktor dhe fjale atyre do të shkon tamam në vend? I patëm 153.000, po pohoni do të thotë se nuk janë realizuar ato sipas jush. Sa do të na nevojitin? Pikës pari na nevojitet vendosmëri, mu sensibilizu gjatë tyne 20 ditëve që shqiptarët me dalë në zgjedhje. Është tjetër nga përcaktohen. Nëse kemi pas 153.000, faktikisht Bashkimi Demokratik për Integrim i ka pas 153.000. Po tash reale ne ta flasim, nuk do t'i ketë. Pse po mendon? Nuk do t'i ketë, për shkak se ndryshe në bazë të
takimeve që kam me njerës që zhvilloj faktikisht takime që përcjelli zhvillimin e ngjarjeve faktikisht, nuk do t'i ketë 153.000. Edhe nëse shkot me 50% apo 60% të kësaj liste adekuat që e ka pas paraprake, do t'a ketë problem. Mendoni PDSH-ja këtu të ngritet? Ja. Nuk do të ketë ngritje, vetëm nëse do arrin këto ndonjë solucion të gjenë bashkëpunimit mes Bashkimit Demokratik për Integrim dhe Partia Demokratike Shqiptare, që është shumë e mundshme. Është shumë e mundshme, për shkak se ata të paktën kanë qenë në koordinata të dy marrëveshjeve që ndodhen, kanë qenë në koordinata, sa do pak kanë qenë në koordinata. Nëse do vëret një unifikim i këtyne partive jashtë parlamentare, komplet thamë, unë edhe pak më parë potencova që këta vështirë se do mund të aqojnë deri në fund, atër këta dyja mund të shojnë në rrezik edhe të arrin të paktën të ndajnë zonat për të ndihmuar njëri tjetrin. Dhe sërish, nëse jemi me këtë situatë kështu si jemi, sërish 153.000 vota nuk do të ketë Bashkimi Demokratik për Integrim, po do të jetë fituesi i zgjedhjeve. Mendoni se partitë e reja nuk do të mund të shkojnë deri në atë shifër? Kam pas mundësi shumë më shumë që gjitha, edhe pse sondazhet për mu nuk e determinojnë fituesin. Se sondazhe mund të bëje çdo 5 ose çdo 6 qytetar, mund të bëje sondazhe, por nëse këta nuk arrin të unifikohen, gjitha premisat këta i kam pas që para 6 muajve i nderuar fitim që ta bëjnë unifikimin. Edhe sot do kishme një situatë shumë më të qartë në teren, edhe pse Bashkimi Demokratik për Integrim në disa pjesë të territorit të Maqedonisë faktikisht, të trupit votues, atë që e ka pas nuk e ka. 153.000 vota Bashkimi Demokratik nuk i ka. Po kush do të mbajë përgjegjësinë nëse shpërndahet vota të partitë jashtë parlamentare? Edhe nuk arrin që ta kalojnë pragun. Kush do ta bartë përgjegjësinë për të shqiptarët se sa vota do të fiton, sa deputet do të fiton VMRO-ja, sa deputet do të fiton LSDM-ja, është çështje krejt që i takon spektrit maqedon. Të paktën mu nuk më intereson se sa deputet me VMRO-ja apo LSDM-ja. Mu më intereson sensibilizimi i votës shqiptare, i elektoratit shqiptar që më 11 dhjetor të drejtohet drejt kutive të votimit. Cilat do t'jenë ofertat ndash të Bashkimit Demokratik për Integrim, ndash Partisë Demokratike Shqiptare, ndash këtyne 3 subjekteve, njëna është komplet, tjetë të 3-jat janë katëgjys, me përjashtim të lëvizjes Besa që pretendon që ka strukturim më të fuqishëm kundrejt këtyne 2-3 subjekteve tjera, gjë që nga tubimet që shofun, tubimet informative, deklaratat, kryetari tyne i lëvizjes Besa pretendon se është më tepër se sa Partia Demokratike Shqiptare e përfaqësuar në teren me aktivist, me strukturim, me sen. Mirëpo këtë nuk e shoh. Mirëpo ai deklaron se është më strukturuar se sa Partia Demokratike Shqiptare. Këndej kemi lëra PDSH-n që ka kap një pjesë terenit, po në mënyrë parciale nuk mund të triumfosh asnjëherë. Në mënyrë parciale vetëm mund ta dëmtosh kombin, elektoratin, trupin votues mund ta dëmtosh në mënyrë parciale. Andaj thamë që këta në minutat e fundit këta mund të koordinohen edhe Bashkimi Demokratik për Integrim edhe Partia Demokratike Shqiptare. Saliu, si e ndani mendimin këto lista zgjedhore janë premtuar si nga BDI-ja, si nga PDSH, se nuk do dalin me ato strukturat e vjetra, mirë po do dalin me fytyra të reja, të cilat tashmë do thot ato i quajnë akademi, të cilat dalin nga akademitë e tyre politike. Mund të pritet një taktizim i tillë, do thot, nga ana e 2 partive? Po është shumë e rëndësishme se jo vetëm sa deputet shqiptar do të ketë në përbërjen e kuvendit që do dalë pas 11 dhjetorit, është me rëndësi edhe kush do t'i përfaqësoj shqiptarët. Kush do t'jetë deputeti shqiptarëve. Sepse ne
kemi pas periudha kur kemi pas më pak deputet, kemi pas periudha kur kemi pas më shumë deputet. Mirë, po Se ndikimi që ka kemi qenë. tani, mirë, po ndikimi ka qenë zero. Kemi pasur faktikisht vetëm kukullat që kanë ngritur dorën, kanë votu ashtu si që kanë marrë urdhër nga qeveria, ashtu si që kanë marrë urdhër nga selia e partisë. Me përjashtimet vogla nuk kemi pasur deri tani ndonjë deputet që është shquar për kapacitetin e tij, për njohuri, për veprim pavarur nga direktivat e qeverisë. Prandaj do t'jetë shumë me rëndësi se kush do t'na përfaqësoj atë pozicionin shqiptar. Maqedoni pak a shumë, dhe me thënë, e definon marrëveshja e Ohrit. Pa marrë parasysh se do t'i kemi 15, 20, 25 deputet, pozicioni është i tillë. Problemi është se nuk munden të zbatohen, nuk kemi deputet, nuk kemi ministra që mund të zbatojnë atë që e parashef jo vetëm marrëveshja e Ohrit, po edhe atë që e parashef ligji dhe kushtetuta nuk mund të zbatojnë. Teren mundet një Vanço Shehtanski, një figurë marginale maqedone i Tamaros, ta pengojnë ndryshimin e emrave dy shkollave, po përmeni rast më banal, mos të flasim për këto tjerat punësimet që pa nënshkrim të Ministrit Financave nuk mund të kthehemi listave zgjedhore. A mund të pritet një taktizim nga Ali Ahmeti dhe Mendosaqi që të dalin me fytyra të reja? Aty desh të ndërlidhem, do me thonë, unë nuk besoj se mungesa e potencës BDI-s apo PDSH-s parlament ka qenë për shkak se Rexhail Ismaili është deputet i dobët, Ermira Mehmeti apo Talat Xhaferi. Mendoj se mungesa e veprimit të tyre është për shkak se pozitat e BDI-s si parti, pozitat e Ali Ahmetit kanë qenë dobta në koalicion. Prandaj edhe nëse ndryshon diçka të emrat, të fytyrat në listat zgjedhore, do t'jetë vetëm ndryshim kozmetik, nuk do t'jetë ndryshim esencial që do t'na sjellë diçka që do t'na sjellë diçka të mirë. Do t'jetë hapi rrezikshëm nëse luhet me këtë taktizim, apo do të shkon me fytyra për mos të rrezikuar? Jo, nuk do t'jetë hapi rrezikshëm, domethënë mendoj se për këto dy parti kanë nevojë, posaçërisht BDI-ja ka nevojë për një ndryshim të imazhit pas publikimit të atyre aferave, të atyre skandaleve. Ka nevojë për ndryshim të imazhit, ka nevojë që të bëjë një shkëputje. Edhe nëse rrezikohet që spaku kozmetike nga e kaluara, mirë po mendoj se ndryshimi nuk do t'jetë esencial. Atë është problemi kryesor. Si do të reflektohet ajo? Mendoj se dalja me fytyra të reja do t'ju sjellë më shumë poena se po sikur dalin me fytyrat aktuale që i kanë. Mirë po nuk besoj, edhe nuk duhet besoj se do t'jenë atë ndryshimet mjaftueshme që të fitoj sërish, sepse unë jam i bindur se mungesa e rezultateve nuk ka qenë shkaku i atyre se kush kanë qenë deputet, po ka qenë shkaku i pozicionimit të partisë. Po, në koalicion. Zoti Sherifi, në bazë disa informacione të cilat i kemi si redaksi, thonë se nga PDSH dhe nga BDI-ja do të pritin do të ndryshime radikale në përbërjen e listave zgjedhore. Në bazë disa informacioneve nuk do të jenë do të në listat zgjedhore Abdulaqim Ademi, Artan Grubi, do të fytyra të vjetra të cilat kanë qenë më në përbërjen e kaluar parlamentare. Edhe pse nuk i dihet asnjëherë do të 5 minuta në 12 do të dorëzohen listat, edhe çka mund të pritet? Mund të luhet me një taktizim të tillë siç e bëri do të me emrimin e ministrave të ri? Po, me ministrat e ri i bëri për arsye që të mbulohen disa ato që i numëroi zoti Saliu. Edhe ministrat nuk do të shkoj të potencoj me emra, po vetëm njëni vjen nga baza e shëndosh që nuk ka ditë humbje Bashkimi Demokratik për Integrim. Të tjerët janë pa baza. Do të thotë ad hoc aty për aty janë emëru, vinë pa baza, thjesht pa u legjitimu para elektoratit të Bashkimit Demokratik për Integrim apo para elektoratit shqiptar. Te listat e deputetëve
i nderuar fitim, me rëndësi është në ekzekutiv kanë do ta delegosh. Pak rëndësi ka lista e deputetit. Tek ekzekutivi kanë dhe kanë do ta delegosh nesër ministër. Mos ndodh rikthim pete zavendës kryeministrit deri te ministrat e përpashëm sërish të rikthen Bashkimi Demokratik për Integrim pas zgjedhjeve në ekzekutiv. Gjë që nuk përjashtohet. Në listat të deputetëve, secila parti do të tenton të bëje pak ndryshime, një kozmetik, mirë po është shumë me rëndësi që shqiptarët më 11 dhjetor shkojnë të kutitë e votimit, të përcaktohen nga dëshira dhe vullneti i cilit subjekt. Të mendohet mirë kënd do të delegojnë subjektet politike, cila do t'jetë se fituese për në ekzekutiv. Te lista e deputetëve, unë pak shpresoj që Partia Demokratike Shqiptare mund bëjë ndryshime. Tek Bashkimi Demokratik për Integrim, vetë lideri tyne mund, duke njoftë edhe më herët, faktikisht, edhe duke di që e zbut mbrenda faktikisht ndasit, edhe shumë pak mund të ketë edhe të Bashkimi Demokratik për Integrim ndonjë ndryshim të lista të përbërjes së listave për deputet. Mund të shkohet me një taktizim të tillë, do thotë listat shkon me fytyra të reja, ndërsa në ekzekutiv në ministri do thotë ti delegon, po supozojmë çdo herë nëse është fituese. Shkon me fytyra të vjetra. Ata pas rikthimit të një zyrtarit nalt, ish ambasador, ata e rikthyn sërish në një pozitë tjetër drejtor, edhe ata gjithçka është e mundur, gjithçka është e mundur, tha, edhe pavarësisht se në komunikatën e tyre që ju drejtu opinionit, thanë, pak rëndësi ka mosha, eksperjenca në pushtet, sa jemi ne si Bashkim Demokratik për Integrim, ne nuk bëjmë përjashtime, mundet edhe i moshës 50-60 vjeçare, sërish mori kthy në skenë. Kështu që gjithçka kombinatorikat tek Bashkimi Demokratik për Integrim është e mundur. Duken më inteligjent në këto kombinatorika? Lideri i tyre ka mundësi që t'i zbut brenda për brenda edhe mosmarrveshjet e tilla, po edhe tek Partia Demokratike Shqiptare nuk shoh ndonjë risi me përjashtim të deputetit Bekim Fazliu që vetë ka potencuar që nuk do të jetë në listë për deputet. Po sërish e potencoj me 11 dhjetor shqiptarët duhet shkojnë tek kutitë e votimeve, duhet përcaktohen. Zoti Saliu i përmendi gjitha këto veçanërisht kriza 2 vjeçare, se çka ndodhi me shqiptarët në përgjithësi çka ndodhi, edhe nëse ndonjëherë nuk e kanë pas të qartë shqiptarët kujt duhet më janë dhënë votën, kësaj radhe e kanë të qartë. Kësaj radhe e kanë situatën shumë më të qartë, edhe pse edhe 11 dhjetori nuk e nxjerr Maqedoninë nga kriza, ende më thellë që pas 11 dhjetorit do të pason Maqedoni. Zoti Saliu, para se të replikoni diçka, desha t'ju pyes. Jo vetëm sa jemi te kjo temë ku e përmendi zotri Sherifi se shqiptarët e kanë qartë se kë duhet votojnë. Unë kisha ta shtojnë edhe nëse nuk e kanë qartë se kë duhet votojnë, nëse ende nuk janë përcaktuar, duhet ta kenë qartë se kë nuk duhet ta votojnë. Do të thonë edhe do ta përsëris një herë atë që e tha disa herë. Isaku se nevojitet masovitet i madh, sepse në masovitet me dalje masive në zgjedhje mbyllet hapësira për manipulim të votave. Sepse ne kemi tani siç është thënë bombat po shiten më lirë se portokajt. Edhe unë kam dëgju se ekzistojnë edhe nuk i kam dëgju direkt, po për njerëzve tjerë kanë thënë se ekzistojnë biseda ku njerëz në postet më të larta partijake bisedojnë lidhur me një funksionar tjetër tyre që si ka mbushur kuti, si e kanë incizu duke mbushur kuti, a e kanë incizu apo nuk e kanë incizu, si duhet, çka duhet bëjnë që ta shpëtojnë. Do me thonë, atë që e thash më herët se konkurenca më duket kësaj radhe shumë e fortë, mosdalja masovike jonë do t'ju mundsoj atyre që kanë synime të manipulojnë votën, do t'ju jap hapësirë për ta arritur qëllimin e tyre. Proporcionalisht me konkurencën që është e fortë, mendoj se edhe gatishmëria edhe vullneti edhe
tendenca e subjekteve, disa subjekteve për të manipulu me votën është nivel shumë më të lartë. Zotë Seliu, çka thojnë ato analizat gazetareske, hulumtimet të cilët i boni, për shkak se gazetarët ndonjëherë para partive ndoshta mrin deri tek emrat kush do të jenë ministër, sidomos ju quheni për këto temat pak më të nxehta ti quhej ashtu. Keni marrë informacion të tilla se do të ketë rifreskim tek dy partitë sidomos? Mendoj se rifreskimet do të ketë, edhe në listat e deputetëve, mendoj se edhe postet ministrore pas zgjedhjeve. Mirë, po ne jemi të vetëdijshëm se kemi figura politike të cilat edhe financiarisht, edhe në bazë, edhe në kanë kriju ndikim aq të madh, sa që ata mundet në lirisht ta vendosin një djalë të ri, një vajzë të re për ministre, dhe prej ta kontrollojnë prej prapaskene. Dhe me thonë... Mendoni se edhe ministrat e ri janë ashtu të koordinum? Pa dilema. Nuk du të spekuloj edhe nuk du të nënshmoj se edhe të paragjikoj, sepse me gjithat janë figurat të reja. Mirë, po ka shumë indikacione. Ka shumë indikacione, e tha edhe zotri Sherifi, dhe me thonë, janë emru ministra kuadrot cilat nuk kanë kurfar bazë, kurfar ndikimi në bazë. Si mund të veprosh, të kesh qëndrim të ndin, nëse nuk ke ndikim të baza, nëse nuk të përkra askush. Dhe me thonë, është indikacioni qartë se ati dikush të ka marrë si figurë dhe të ka vendosë dhe pastaj ti duhet të veprosh në bazë direktivave të aty që të ka vendosë. Të Sherifi, pikthejemi pak tek masoviteti i zgjedhjeve. Çdo herë do thot në çdo cikël zgjedhor trupi votues shqiptar do thot të cilët dalin në zgjedhje paravorësisht sillemi diku nga 250.000 vota. Ndërsa nga ana tjetër na mbetet disi, si tha Albert Musliu, analisti jon, është edhe një numër prej 150.000 dikun, të cilët nuk koncentrohen partik te kjo shifër, mirë po të gjithë koncentrohen te ky 250.000, të cilat nëse supozojmë do të ndahen për subjekte politike, mirë po prapë po jetë ky terren pa u përpunuar sa duhet. Mendoni se kësaj radhe do të ketë lëvizje edhe ndryshime tek ndeshta paraprakisht ti përgjigjem jo si replikë, si bashkëbisedim kështu, jo rastisht thash Bashkimi Demokratik për Integrim nuk i ka 153.000 vota. Tereni flet. Pyetje edhe nëse i ka pasur ndonjëherë. Të paktën në rezultate ne dim vendimin. Rezultate zyrtare. Rezultatet zyrtare. Po nuk mund të mohohet se ka shumë dyshime rreth atyre rezultateve. U dëshmua madje edhe procese parahetuese. Do të ndryshojnë rezultatet zgjedhor në Maqedoni. Mbani mend se do të ndryshojnë. Nuk janë më 153.000 vota. Ato pikat që i numrove, 153.000 vota nuk i ka. Do të ketë shumë më poshtë. Mirë po prapë do të jetë partia fituese, thotë. Parti fituese do të jetë nëse këta jo me këtë diferencë të madhe sikur që ka pas. 18 apo 19 sa i pat, me gjithë një deputete faktikisht të RDK-s që kaloi, u bënë 19 deputet. 20 faktikisht. Nëse shojmë në shifra, do thotë 150.000 me 66.000 ka qenë diferenca po dhe SH dhe BDI. Do thotë diferencë jashtëzakonisht shumë e madhe, diku 90.000 vota parafrazisht. Diferencë jashtëzakonisht, kjo është rezultati zyrtar. Mirë po, tash nëse i marrim parasysh edhe vendimet e prokurorisë speciale që suprimoj me parlamenti, suprimoj me zgjedhje presidenciale, me gjitha, do thotë gjithçka në Maqedoni fillon prej zero. Janë delegitimu edhe këta 153.000 vota, edhe janë delegitimu faktikisht edhe partitë opozitare, nuk flas veç te bloku shqiptar, edhe tek ai bloku Maqedon, në total. Zot Sherifi, mendoni që do të jetë më mosovike do thotë dalja në zgjedhje e shqiptarëve? Në bazë këtyne 2-3 ditë që ka mund t'i përcjell disa tubime informative sen tek partitë jashtë parlamentare në hapjen e shtabeve në kuvendet rinore e shen një masovitet shumë më të theksuar kundrejt hapjes së shtabeve zgjedhore të Bashkimit Demokratik për Integrim. Evident është të dielën këta kanë përcaktuar një tubim hapjen e fushatës zgjedhore në Shkup,
që do të mbahet me forumin rinore kanë, do të shohim në kontinuitet gjitha këto jam të përcjell, po me bindje të thellë ta them se Bashkimi Demokratik për Integrim në shumë pjesë do të ketë rëmje drastike trupit votues. Se për kënd do përcaktohet elektorati, sërish që potencoj është më mirë me dalë në zgjedhje edhe me dhënë vot, se sa vota jote mu anate mu. Se merr tjetër kush. Mirë po, diskursi i trupit votues në Maqedoni keni të bindur te bloku politik shqiptar ka me pas ndryshime. Me 11 dhjetor në Maqedoni trupi votues ka me pas ndryshime. Zoti Saliu, sa mendoni tek ato matematikat rreth daljes së zgjedhjeve, ato 250.000 do të fokusohemi prapë te ato, mirë po a do të ketë mundësi do të t'i përpunojmë disi ato 150.000 tifusin atë nivelin e zgjedhjeve? Në funksion zgjedhjeve, mendoj se ka gjas, aty është edhe hapësira më e madhe e partive të reja, partive jashtëparlamentare që po i quajmë, do të jetë vendimtare fushate që do të bëhet. Tani do të jetë vendimtare aktiviteti që do të bëjmë partitë gjatë fushatës, sa do të arrijnë të transmetojnë mesazhin të elektoratit shqiptar se pozitat që na takojnë neve shqiptarëve në Maqedoni nuk janë këto që i kemi deri tash, se janë shumë më tepër dhe se ato pozita mund t'i marrim vetëm nëse dalim masovikisht dhe nëse përcaktojmë për ndryshime. Ato pozita nuk na i sjell bashkësia ndërkombëtare siç është bë mod me thënë, nuk na i sjell dikush prej ndonjë planeti tjetër, ato pozita ne mund t'i fitojmë vetë si shqiptar. 14 vite pas 15 vite pas nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit, dikon 15.000 shqiptar ende nuk janë punësuar, dhe me thënë punësime që na takojnë me atë përcaktimin minimal që parashihet aty 20%. E lërëm nëse bëjnë ato punësime konform shifrave reale, që nuk janë më pak se 25% zyrtarisht, kurse jo zyrtarisht ne të gjithë pajtohemi se janë dikun mbi 30%. Dhe me thënë janë gjëra që garantohen me ligj dhe me kushtetut, me këto ligje dhe këtë kushtetut, e cila ende është e kufizuar, nuk është ajo optimalja, nuk është ajo që reflekton realitetin. Po dhe në bazë të këtyre ligjeve kufizuara për neve, ne kemi shumë hapësirë për të bërë. Ne përcaktohemi 11 dhjetor që dalim piknik, të shkojmë në shopping, apo dalim të shetisim, të shikojmë televizor. Nëse mendojmë se vota jo nuk është e rëndësishme, atëherë ndryshim për të mirë jo që s'do të ketë, po do të ketë ndryshim për të keq, sepse dhe ashtu jam i keq, edhe ashtu na ndodhen lloj-lloj skenare, lloj-lloj montime, mirë po këto vetëm se do të shtohen. Është me rëndësi për gjitha partitë, po posaçërisht për partitë e reja, që t'ja bëjnë me dije votuesit shqiptar se i nevojiten vetëm 10-15 minuta të shpenzojnë ditën e diel nga koha e tyre dhe se ndryshimi të hënën do të ndodhë. Zoti Sherifi, pikthejemi pak tek numrat të cilat supozojnë t'i marrin partitë politike, numrat e votave. Cili do t'jetë kësaj radhe, do thotë ai mesazhi kryesor që do të tentojnë partitë t'i thithin ato votat të cilat synojnë. Çdo herë po shohim do thotë platformat edhe nuk dallojnë shumë njëra prej tjetrës. Zakonisht kemi pa do thotë partitë shqiptare kanë dalë me disa slogane më shumë patriotike se sa ekonomike apo diçka tjetër. Çka mund të presim kësaj radhe? Mund të presim diçka platforme ekonomike, sociale, diçka për këto sektore të grupeve të shoqërisë tonë, apo prapë do të përcaktohemi njëjtë? Ma shumë njëjtë do të përcaktohemi, por shkak se nuk mundesh me bind me ndonjë ofertë ekonomike qytetarin, se qytetari është shumë i vetëdijshëm se Maqedonia është në krizë.
Maqedonia është në krizë edhe politike, edhe ekonomike. Çfarë oferte shtrohet pyetja? Cilat do të jenë ofertët? Shumë pak, më shumë do shkojnë me modelin e vjetër të ofertës ndaj elektoratit shqiptar, për me dalë me 11 dhjetor në zgjedhje, nuk pres ndonjë ofertë shumë të madhe. Kriza është e rënduar shumë në Maqedoni. Ekonomike, politike, sociale, gjithçka. Jo, me një përcaktim drejt qytetarëve për subjektin e qelluar, për kandidatët e qelluar, mendoj se ndryshime mund bëhen në gjitha sferat. Domethënë nuk kisha pajtuar se ndryshim nuk mund të ketë. Është shumë e rëndësishme se kush do të fitojë. Ka hapësirë për ndryshime pozitive edhe në ekonomi, edhe në politik, edhe në gjitha sferat. Mirë, po këto ndryshime mund bëhen vetëm me përcaktimin e votuesve. Ne mund debatojmë këto, të zhvillojmë debate natë e ditë, mirë, po ne jemi vetëm 2-3 votues. Domethënë, fuqia e vërtet, fuqia reale është e votuesi. Votuesi shqiptar mund ta sjellë ndryshimin aq shumë të nevojshëm, sepse një ndryshim do t'ju mundsonte edhe këtyre partive që i kemi pas deri tash që të ndalen, të mendojnë, të kërkojnë gabimet që i kanë bërë, të përmirësojnë ato gabime, sepse zgjedhjet nuk përfundojnë në 11 dhjetorin. Zgjedhjet do të ketë, nëse jo pas 6 muajve, 1 viti, pas 4 viteve, pa tjetër do të ketë. Mirë, po pas 4 muajve do të kemi zgjedhjet lokale. Ashtu. Do me thonë, do të kenë mundësi edhe ato për reformim, për rirështim të radhave të veta, do të mundet atëherë ta shikojnë më thellësisht problemin, atëherë do të mund përcaktohen për ndryshime më rrënjësore pozitive, jo vetëm për cilë figura për kozmetik, po për cilë kuadro të vërteta që kanë kapacitet të vërtet për dojnë ndryshime. Pa dyshim do thotë se jemi vetëm në fillim, kishit përshtu diçka? Jo, e kisha fjallën, deshta faktikisht shtoj këto, cile do t'jenë opcionet, do shta e pat opcionet, mesazhi cili do t'jetë ofertat, njëjtat do t'jenë. Në retrospektiv, zoti Zedin Sela e plasoj, nuk është i pari, kemi edhe pas konfliktit 2001 që Partia Demokratike Kombëtare aludon të më shumë në federalizimin. Edhe zoti Sela e plasoj që është në federalizimit u marginalizu. Do të thotë sërish... Aja aspekti kombëtar do të dominon edhe këto zgjedhje? Do të dominon, vetëm do t'jetë shumë patetike, për shkak se nuk do të shkohet në zbatim praktik. Do t'jetë për 20 ditë, pas 20 dite nuk do t'a kesh. Mendoj se tashmë këto strategjit paraqitjes në zgjedhje janë diçka e lexuar prej votuesit shqiptar, edhe unë besoj dhe shpresoj se nuk do t'ju besojnë atyre patetizmave që përmendi Isaku, dhe do të dinë të bëjnë zgjedhjen e vërtet, përcaktimin për atë që me të vërtet do të përmirësoj gjendjen e shqiptarëve, e jo për atë që ka më tepër mediume në kontroll, për ata që dinë që kanë më shumë ekspert, kanë, dhe me thonë, posedojnë kapacitete financiare për të angazhu ekspert ndryshëm, që edhe manipulimin dinë të zbukurojnë dhe të paraqesin para qytetarëve si ndonjë të arritur, si diçka që ka vlerë. Zgjedhjet e lira padyshim që do ta kthejnë Maqedoninë në rrugën euroatlantike, nëse kemi zgjedhje të pranueshme nga të gjitha subjektet politike konform standardeve të Bashkimit Evropian, sigurisht se rruga do të trasohet, do të thotë sa më lehtë, do të thotë që Maqedonia të ecë rreth rrugës të euroatlantike. Padyshim, po ajo është një mesazh që na vjen vite në çdo raport të Bashkimit Evropian, raporte që i ban State Departamenti dhe shumë raporte nga organizata prestigjioze ndërkombëtare. Zoti Saliu, zotri Sherifi, unë ju falenderoj do thot për kohën që ndajtët dhe ishit musafir do thot në studion e hapur, padyshim theksum se do të kemi deri në ditën e zgjedhjeve dhe debate tjera.
Ndërsa juve shikues të nderuar, takim të radhës ju lidh të shtunën e ardhshme me fillim në ora 18 deri atëherë miru pafshim.